Ishte drama më e madhe ku buri im aty e tregoi veten që s'është njeri. Motrës time ju shfaq kanceri. Kishte përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua, Tiron Alilin. Jam këtu me ju për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Sot do të ndaloj tek një rrëfim që më besoni, jo që më ka thyer shpirtin, por më ka këputur zemrën. Një rrëfim që realisht më ka bërë që të lëndohem, më ka bërë që të thyhem, dhe nuk e kam besuar që njeriu, qenia njeri, që Zoti e ka dhënë si qenien më të përkryer në këtë univers, të bën vepra që edhe kafsha si kafshë nuk i bën këto vepra. Do me thënë, të bën lëvizje të tilla që në të vërtet janë kaq të dhimbshme, më besoni që nuk ka shpjegim kjo gjë që do të dëgjoni. Përshëndetje Tiron. Unë që po shkruaj jam një grua. Një grua rreth të 56-ave. Jetoj në një familje, jashtë jemi shumë të lumtur. Por brenda në shtëpi jemi krejt të thyer e krejt të këputur. Jeta ime nuk është si të tjerat. Jeta ime është vërtet e vështirë. Më kanë martuar prindërit e mi. Me apo pa dëshirën time nuk ja vlen më që të komentohet kjo gjë. Buri im që në ditën e parë kur unë kam shkelur në këtë derë, ka qenë njeri i cili ishte karakter që dëshironte të bëhet çfarë thot ai. Dëshironte të bëhet si thot ai, edhe dëshironte të bëhet si vepron ai. Në fakt kjo gjëja mua më ka mbajtur gjithmonë si peng. Tek shtëpia e babit nuk flisja dot sepse babi ishte karakter i ashpër. Ai kur thonte po dhe mo kishte marrë fund. Më lindën fëmijët, kam 2 vajza e 1 djalë, edhe thash ndoshta me rritjen e fëmijëve, me të qenurit është bërë baba, do të ndryshonte edhe në karakter. Por ai vazhdoi ashpër, rënd si gjithmonë. Nuk ndryshoi fare në natyrë dhe nuk ndryshoi fare në karakter. Ishte po i njëjti njeri. Ishte po e njëjta situatë. Njeriu që gjithmonë bënte vetëm lëvizje të paarsyeshme. Rinte tërë natën me shok. Pinte. Vazhdonte që të bëhej dras. Unë qashtu duro me dhunë, duro me qytek. Pa arsye, pas një qëllim. Mundohesha që ta mirë kuptoj, hajtë se do ndryshon. Hajtë se do të rriten fëmijët, ai do të bëhet tjetër njeri. Por më vjen keq për fëmijët dhe ndjej veten fajtore sepse fëmijët u rritën në luftërat që ne përjetuam në shtëpi. Në luftërat që ne përjetuam si familje. Dhe kjo gjëja, në të vërtet, mua më lëndoi shumë. Nga hiçi
unë përjetoj atë mere dhe fëmijët i panë të gjitha këto. Dhe vajzat më janë rritur pak si me frikë. Dhe kur ua përmend martesën, e kanë si aktin më të tmerrshëm të jetës. Para 2 vitesh, ishte drama më e madhe ku burri im aty e tregoi veten që s'është njeri. Motrës time ju shfaq kanceri. Kishte kancerin në gji. Koha kaloi shumë shpejt. Himioterapi e madhe, dhimbje të mëdha, por edhe shpresat i kishim shumë të mëdha. Mendonim që Zoti do të bënte mrekulli. Zoti di të bëj mrekulli, ma besoni. Dhe Zoti bën mrekulli. Dhe në këtë rast, unë e pash që Zoti bëri mrekullit e motra ime. Mrekullia nuk ishte jeta e saj. Por mrekullia ishte momente që ajo kaloi me motrat e me vëllezërit, por me mua jo. I thash një herë nuk më la. I thash 2 herë nuk më la. Vinin verës vëllezërit i thoja që të shkoj te motra, të ri pak me to, më ka marrë malli. Më thonë të jo, ri në shtëpi. Familja jote është kështu, familja jote është ashtu. Ngrinte dorën për të më rahur, unë përsëri tërhiqesha dhe kjo mua më vriste. Dhe pas 3 vitesh, pikërisht gjatë kohës kur unë nuk e mendoja dhe nuk e besoja që do të ndodhte ajo gjë, motra ime ja dorëzoi shpirtin Zotit. Ka qenë mëngjes, më bëjnë vëllezëri telefon, unë nuk dija se çfarë të bëja më përpara. Zemra mu thye krejt. E martim shoqin telefon, më thot, ç'lidhje ka, s'ka vdek presidenti. Jo, thot, nuk e shansa të shkosh. Djali më thonte, sepse djali jeton në Itali, mami merr valixhen dhe ik. Tentova ta bëj, më zuri në obor, më kapi për flokësh, më rrau brenda, sa që përjetova 2 dhimbje brenda të njëjtës ditë. Motra dilte ndërsa unë nuk shkoja dot. Sot e kësaj dite, motra i ka bërë 6 muaj që ka vdek. Unë e kam peng në zemër. E kam peng. Vajzat më lusin që ta lë, por nuk e di se çfarë të bëj. Dua të marr mendimin tuaj. Ta lë të iki krejt të djali, apo të ri ta duroj atë.